që të realizohen këto të drejta. Këto të drejta nuk e realizue, prandaj ka fillue lufta nisma në Jonik, pastaj në Pej, kam rrit deri në shlirimin e Shkupit. Por dash që atëherë të shpallej Republika e Shqipërisë me gjithë këto troje, por nuk u mrit marrëveshja nga se ishin 4 vilajete e kërkoheshin që të bëhen të ra vilajetet bashkë në një republikë. Ma vonë janë zhvilluar luftat të gjitha kohrave, por si piknisje, ky tubim ka mri që të shpallet pastaj pavarësia e Shqipërisë me disa vise të mbetura jashtë në Vlorë me 28 nëntor 1912. Si fakt me rëndësi me përmend fillë mbas këtyre, pasi që viset e Jugosllavisë, ish Jugosllavisë binë në sundimin austro-hungarez, jipet mundësia që të hapë shkolla e parë shqipe në Jonik. Shkolla e parë shqipe në Jonik është hapë në mejtepin e xhamisë, në tetorin e vitit 1915. Dhe ka zgjatë derisa ka filluar lufta e parë botnore. Me formimin e shtetit sloveno-kroat, është ndërprer mësimi, domethënë ajo gjeneratë e filluar ka mbet pakry 4 klasë fillore. Tani bëhet kuvendi i neutralitetit Jonikut. 21 maj deri me 25 maj 1921 deri në 1923. Nuk ka zot tamam 3 vjet, po ka shkel në 3 vite. Nuk jo realizue qëllimet e këtij tubimi, pushtohet vendi prej serbo-malazezëve, ndërpritet shkolla shqipe dhe fillon në vitin 1924 në gjuhën slave. Deri në vitin 1941 me fillimin e luftës së dytë botërore, prap kthehet fillimi i shkollës shqipe. Në fillim mësuesat kanë qenë gjakovar, po përmendi vetëm njërin më të vjetrin, është mësuesi Muharrem Domi, i cili edhe me 1915 e ka hapë shkollën e parë shqipe në Termjan. Ndërsa në Jonik, organizatori kryesor i shkollës shqipe ka qenë Ibrahim Femiu, baba i artistit Bekim Femiu. Ndërkohë, Ibrahim Femiu ka shku në hapjen e shkollave tjera, por si koordinator i shkollës në Jonik, në Voksh edhe në Strelc, Pozhar, ka qenë si koordinator i shkollave. Në Jonik vjen mësuesi i parë gjakovar, që zhvillon mësimin, Ibrahim Kolçi. Mbas Ibrahim Kolçit, i cili delegohet në Pej për të vazhduar shkollimin e gjeneratave, vjen mësuesi i parë vendas Tahir Efendi Shehu. Ai ka qenë me profesion hoxh, por fëmijët i ka mësuar në gjuhën shqipe. Kjo është fillimi i shkollës së parë shqipe. Ndërsa në vazhdimin e shkollimit 1921 deri në 1928, mësimi është zhvilluar në për objekte shtëpive. 48-ën fillon ndërtimi i objektit parë të shkollës në Jonik, objekti i vjetër, dhe rrin që të lëshohet në vitin 1951. Vlen të përmendim drejtorin e parë të shkollës 8 vjeçare në Jonik, mësuesi Haki Rastri nga Gjakova, i cili e ka një kontribut shumë të madh për shkollimin edhe disa trive që i ka dërguar në shkollim në Gjakovë. I ka vendosur në konviktin e shkollave mesme në Gjakovë. Ato gjenerata tani kanë ardhur në rrugë brezin e mësuesve gjakovar, fillojnë mësues të parë
të Junikut. Ndërta mësuesi i parë është Sulejman Shehu, vazhdon me Irman Pepshin, ndër të tjera po përmendej edhe Zet Shehun, edhe Ali Hoxhën, vendas të parë. Ma vonë vinë kuadra dhe nga fshatat për rreth, për shkak se gravitimi i rrugës Deçan Gjakov i ka përmbledh edhe ato fshatra, disa mësuesa ma vonë vinë edhe për Rastovicës, që japin Junik, ndërta është Hasan Kadreu, drejtori i parë pas drejtora Gjakovar. Ndërsa drejtori i parë Junikas i shkollum është Milazim Krasniq. Nuk po e zgjas ma tepër, por po vazhdoj me hapjen e universitetit në Prishtinë, 1971, jipet mundësia që edhe Juniku, që tani nxënësat shkonin kombë deri në Deçan, në gjimnazin e Deçanit, që të hapin paralelit e para, viti i para dhe i dytë, ndërsa treti dhe katërt ka shku në Deçan. Kjo tradit ka vazhduar në kuadër të shkollës fillore, kanë punu mas dite, ndërsa ma tutje kanë vazhduar deri në pas luftën, kur shkëputet gjimnazi nga Deçani dhe formohet gjimnazi me emrin Kuvendi Junikut në Junik. Objekti i ri është i ndërtuar me buxhetin e Ministrisë Arsimit. Ndërsa tani në Junik ekzistojnë 2 shkolla, e vjeta që e përmenda, e reja që është ndërtuar para luftës në vitin 1984 me kontributet e qytetarëve e para, ndërsa me huat për shkolla bëhet objekti i dytë. Përmirësohen kushtet e zhvillimit të procesit mësimor, hapen edhe 2-3 kabinete. Kjo ka vazhduar deri në luftë. Gjatë luftës, objekti i vjetër ka shpëtuar disi për shkak se forcat serbe kanë qenë të vendosura si kazreme kanë përdorur dhe e kanë shkatruar tërësisht. Gjatë tërheqjes edhe e kanë kallë shkollën e objektit të ri, kur jemi kthye mësuesat mas lufte, kemi punue me hekun e djegurinave, me punë fizike, arsimtarët e kanë bërë pastrimin e objekteve shkollore dhe kemi filluar periudhën e mësimit plotësues për 1 muaj e gjys, nga se ishte ndërprer arsimi, vazhdohet tani. Sot është ndërtuar edhe një objekt i ri në vërë shkollës, i cili i freson kushtet në mënyrë më moderne, me hapësira mjaftueshme, tani po kompletohen disa kabinete nga Ministria e Arsimit.